kulturor, multietnik, faktor të ndryshëm, pidoni qyti jashtë më brendshëm, atë në këtë faktor që s'mëshmi do për të jashtë më brendshëm, po është një sferë gjanë e ndikimit politik, e bindjeve politike, e orientimeve edhe kulturore. Si e tillë është mjaft herët me thonë çka ndodh. Një sen është e sigurt, ballotazh do të ketë, edhe një gjë po del në pa që s'ka qenë më herët, e që LDK-ja është edhe do të jetë në balotazh kingmaker. Sa do të jetë forca politike e LDK-s, prej e shrem kryezit kër e kanë shu, kër i ka pas 26.000 vota, ka ra edhe so pun mu qu mbi 10.000 vota tani. Dhe me ma shumë se përgjysmim. Strukturalisht ka ra LDK-ja dhe si e tillë edhe bindja ndaj LDK-s. Prizreni shumë vite, shumë dekada, posaçërisht tash, është edhe kulturalisht ma shumë i majtë se ideal. Për nga aspekti i drejtave të njerëzit të tjera, kolektiviteti si të tillë. Nuk e ka votu, po tham prej, do më po flasëm për 20 vite se ka votu. Ka ditë me ndryshu, jo sa Gjilani, ka ditë me ndëshku, edhe kanë pësu konsekvenca të ndryshme nga partitë si Vetëvendosja dhe PDK-ja këtë qeverisjen. Nuk falë prezidenti këtë qeverisjen, në qosë është një faktor kjo matje, atër zoti Totaj do ta ketë shumë problem edhe ballotazhin, por fatkeqësisht nuk ka kundër kandidat përveç zotit Abrashi. Tani, zoti Abrashi nga Artani, nga Vetëvendosja, edhe baza Vetëvendosjes është shumë e fortë, por duke pas parasysh që kemi edhe komunitetet jo shumicë, edhe LDK-n, e cila këtër me Driton Selmonaj do të bëhet faktor goxha e rëndësishëm politik, mos ta harrojmë që mos ta nënçmojmë forcën politike edhe, ta themi kështu, karizmën simpatike që ka Bek Berisha i Prizrenit, që është gjithashtu Berish, po është Zafir Berisha, Zafa, edhe Zafa është atje një farë autoriteti me ndikim, po si Beka këtu, edhe e shoh balotazhin mes Abrashit edhe Shaqirtotës nga PDK-ja, do thot VV dhe PDK, edhe duket që në kretë këtë